Pas akuzave për abuzim seksual, drejtuesja shqiptare në Bankën Amerikane pa ditë për shpifje ish bankierin. Shqiptarja Lorna Ajdini, drejtoresh ekzekutive në JP Morgan Case, ka ngritur një padi për shpifje në Gjykatën Supreme të New Yorkut ndaj ish bankierit Xhiraj Rana, duke akuzuar se ka fabrikuar pretendime treme për ta dëmtuar personalisht dhe profesionalisht. Sipas padis, Rana ka pretenduar se Ajdini e kishte droguar dhe detyruar në marrëdhënie seksuale jo konsensuale, duke ngritur edhe akuza për skllavëri seksuale. Në dokument gjyqësor, drejtuesja shqiptare i mohon kategorisht gjitha pretendimet dhe i cilëson ato si të rësisht të pavërteta. Ajdini pretendon se ish bankieri ka zhvilluar prej muajsh një fushat shpifjesh ndaj saj me synim dëmtimin e reputacionit dhe përfitimin e shumave të mëdha financiare përmes presionit publik dhe ligjor. Sipas padis, akuzat i kanë shkaktuar dëme serioze personale dhe profesionale, ndërsa çështja ka tërhequr vëmendje edhe brenda bankës. Banka Amerikane ka dalë publikisht në mbështetje të drejtueses shqiptare duke deklaruar se nuk beson në pretendimet e ngritura ndaj saj dhe se hetimet e brendshme nuk kanë gjetur prova të mbështesin akuzat e Ranës. Nga ana tjetër, Rana kishte ngritur më herët një padi ndaj Ajdini duke përdorur pseudonimin John Doe. Në atë çështje ai akuzonte për abuzim seksual, kërcënime dhe sjellje raciste, duke pretenduar gjithashtu se ishte kërcënuar me ulje bonusi nëse nuk pranonte marrëdhënie seksuale. Sipas mediave amerikane, banka kishte nisur një proces të brendshëm verifikimi për pretendimet, por Rana nuk kishte marrë pjesë plotësisht në hetim. Çështja pritet vijojë në gjykatat e New Yorkut, ndërsa të dyja palët akuzojnë njëra tjetrën për dëmtim të qëllimshëm të reputacionit dhe tentativa për përfitim financiar.